Asnjë nga 9 ambasadorët e kulturës që përfaqësojnë Maqedoninë nëpër botë nuk është shqiptar. Ministrja Kançevska Milevska arsyetohet se deri tek dikasteri që udhëheq nuk ka arritur asnjë iniciativë me emrin e ndonjë personaliteti shqiptar, edhe pse ajo nuk ka asgjë kundër. Kançevska ishte më se ndërgjegjshme për pyetjen dhe përgjigjja e saj është kjo. Ги знаете кои се имињата, така? Согласно законот, значи иницијативи. I dini se cilat janë emrat e tyre, apo? Në pajtim me ligjin, iniciativa duhet të dorëzohet deri tek Ministria e Kulturës dhe ne më pas ato do t'i dorëzojmë deri tek qeveria, pasi ambasador kulture është një titull nderi. Kështu që qeveria e bën këtë nominim. Ne jemi të hapur për të gjithë artistët. Të gjithë ambasadorët e kulturës të emëruar ndër vite sot raportuan mbi aktivitetin e tyre. Blagoja Nacevski, ambasador kulture në Itali, tha se nuk ka asgjë kundër që ndonjë shqiptar të jetë kolegi i tij, kur siç u shpreh, të gjithë ambasadorët e tjerë, përveç tij, janë emëruar në kohën kur me këtë dikaster ka udhëheq kuadër shqiptar. Unë nëse nuk gabojmë jam ambasadori vetëm për kulturë, i emëruar për kur jeni ju ministre, ndërkohë që të gjithë kolegët e tjerë janë emëruar gjatë vitit kur pikërisht ministri i kulturës ishte një përfaqësues i komunitetit shqiptar. Ndryshe ambasador kulture në Romë është Blagoja Nacevski, Elena Miserkova në Vjenë, Milço Mançevski në New York, Vlado Janevski në Zagreb, Ivo Trajkov në Prag, Snežana Panovska në Kuala Lumpur të Malezis, Zafir Haxhimanov në Beograd, Goran Stefanovski në Londër dhe Ivan Popovski në Moskë.